Organizata Gruaja te Gruaja dhe Instituti për Kontratën Shoqërore kanë prezantuar filmin dokumentar Me zë të lartë të mbjetosh drejtësinë. Ky dokumentar i realizuar përmes lëvizjes globale Me Too rrëfen historinë prekëse të një të mbjetuare të dhunës seksuale edhe betejës së saj për drejtësi. Është një temë shumë interesante, pak mund themi edhe tabu vazhdon të jetë akoma dhuna seksuale, sepse pavarësisht se dhuna si fenomen ka dalë prej dyrëve të mbyllura dhe po denoncohet edhe askujt nuk ja vret më kujt veshin që po denoncohet dhuna, dhunohet etj me radhë, por dhuna seksuale vazhdon me met akoma brenda disa dyrëve, sepse për shkak të vetë mentalitetit ton, pramësia jonë nuk e pranon, viktimat turpërohen dhe plus edhe në sistemin ton të drejtësisë, një viktime i duhet të përshkojë një rrugë shumë të gjatë derisa të arritë drejtën e saj, pa përmend edhe kërcënime që mund të marrin etj. Regjisorja Hilary Claude Steinman u shpreh se ky film dokumentar pasqyron betejën për drejtësi në një sistem kompleks. I made this film because unë motivova ta bëj këtë film sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shumë viktimat e përdhunimit, shpeshherë përjetojnë turp edhe nuk kanë guximin të flasin për këtë gjë. Kështu që unë u impresionova shumë kur pash Madison, vajzën e cila është në qendër të filmit dokumentar, e cila foli me familjen e saj, foli me komunitetin lidhur me sulmin seksual që i kishte ndodhur dhe pastaj shkoi te drejtësia, komunikoi me prokurorët, shkoi në gjykat, shkoi në polici në fillim për ta ndjekur këtë krim. Gjithashtu, unë doja të vija në qendër të vëmendjes problemet që kemi në sistemin e drejtësisë kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse përdhunimi është i vetmi lloj krimi ku viktima konsiderohet e dyshuar. Dhe unë isha impresionuar që Madison luftoi deri në fund në mënyrë që e drejta e saj të realizohet, që do të thotë personi që e kishte përdhunuar të mund të dënohej. Ky film dokumentar kishte si synim të forcojë zërin e të mbjetuarave në kërkim të ndryshimit të sistemit. Aktiviteti përfshiu edhe diskutime me regjisoren e filmit, Hilary Steinman.